Me ardhjen e vjeshtës dhe dimrit, disa njerëz fillojnë të hajnë më shumë. Nutricisti Dion Bardhi thotë se kjo ndodh për shkak se gjatë kësaj periudhe kemi më pak aktivitet fizik dhe sa më pak të lëvizim, aq më shumë na merr uria. Po ashtu me uljen e temperaturave, shfaqet edhe fenomeni i ushqyerjes emocionale, ku njerëzit konsumojnë ushqim për arsye komoditeti dhe rehatie psikologjike. E nisi me shprehjen sa më shumë që rrinult, aq më shumë i merr uria. Kjo është pjesë e shprehjes zhargonit popullor, por qëndron dhe është e vërtetë edhe tek ne. Tekstinët më të ftohta karakterizohen me temperatura më të ulta normal, me aktivitet më të ulët fizik dhe me nivel dhe nevojë më të lartë të ushqyerjes, për shkak se me atë ushqyerje ne zbërthejmë ushqimin, ai ushqim na jep energjinë dhe kjo na duhet neve në mënyrë që të mbajmë termorregullimin ose të mbajmë temperaturën optimale të trupit tonë. Gjithashtu shohim shumë raste të ushqyerjes emocionale, e cila varet nga komforti psikologjik. Sipas nutricistit, gabimet më të zakonshme që bëhen gjatë dimrit janë konsumimi i ushqimeve me shumë kalori për një porcion, pra ushqehemi emocionalisht, duke gjetur mbështetje te gjërat që kanë më shumë kalori. Gabimet më të shpeshta që unë i shoh nga klientët janë që nuk konsumojnë mjaftueshëm ujë dhe kjo ndikon direkt te një dehidrim dhe niveli i energjisë më të ulët, domethënë normal që ndikon edhe në uljen e performancës. Gjithashtu shohim që ushqehemi emocionalisht, domethënë mbështetjen e gjejmë tek disa ushqime që zakonisht janë hiperpalatabile, është një shprehje e famshme që përdorojnë, të cilat janë ushqime që përmbajnë më shumë kalori relativisht për një porcion dhe që na pëlqejnë neve shumë. Zakonisht këto janë tortet, çokolladat dhe ëmbëlsirat në përgjithësi. Bardhi tutje na tregoi se si ta mbajmë ushqimin e balancuar në këtë periudhë. Veç pse nevojat për të ushqyer janë të larta, nuk do të thonë që duhet më ushqy shkat na del përpara. Do të thonë do më ushqy me produkte të cilat përmbajnë pak kalori. Këto produkte kemi më përmend tani. Uji është ndërkryesor për uljen e apetitit për shkak se kur nuk kemi aktivitet fizik, ne normalisht që nuk djersitemi. Kur nuk djersitemi, nuk ndjejmë nevojën për të qenë etshëm dhe nuk konsumojmë ujë. Kur nuk konsumojmë ujë, atëherë mbesim të pahidratuar dhe normal që lëviz apetiti jon gjatë ditës. Ushqimet e cilat na duhen që të mos ndjejmë uri dhe të kemi plot energji gjatë ditës janë burimet proteinike, siç janë mishi i kuq, mishi i bardh, peshku, veza, kosi, e gjithashtu pemet e primit të stinës, të cilat janë kungullesha, karrota, gështenjat, molla, dardha, banania, dhe nuk duhet të përjashtojmë, domethënë të lëmë hapësirë për karbohidratet dhe lipidet ose yndyrnat, të cilat janë pasta, orizi, patatet dhe frutat arrore, vajrat, forat e kështu me radhë. Në fund, nutricisti Dion Bardhi thekson se dimri nuk duhet parë si periudhë shtimi në peshë, por si mundësi për të forcuar organizmin. Nëse ushqehemi me masa, lëvizim rregullisht dhe pim mjaftueshëm ujë, trupi e përballon më mirë të ftoftin dhe ruan formën ideale deri në pranverë.